Pak minuta pas zjarrit masiv që përfshiu restorantin Il Cavaliero në Velipoj, 3 të plagosurit kanë mbërritur me urgjencë në ambientet e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Fillimisht mbërriti pronari i lokalit, 55 vjeçari Besnik Zenuni, ku pas verifikimit të gjendjes së tij, është dërguar menjëherë me helikopter drejt qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Ndërkohë pak minuta më vonë kanë mbërritur edhe 2 të plagosurit e tjerë, Saida Spahia 19 vjeçe dhe i biri i pronarit të lokalit, 33 vjeçari Hektor Zenuni. Edhe ky i fundit u dërgua me urgjencë drejt QSU-s. Nisja e 2 të plagosurve rënd me helikopteret sanitar drejt Tiranës u monitorua nga prefekti i Qarkut Shkodër, drejtori i policisë dhe drejtori i Spitalit Rajonal të Shkodrës. Situata deri në momentin pranë urgjencës së Spitalit Rajonal të Shkodrës, paraqitet 2 pacienta me djegje, njëri me 70% djegje, tjetri me 10-20% djegje. Janë babë birë, pronari bashkë me çunin e pronarit. Është dhënë ndihma e parë pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe janë transportuar më njëherë pranë qendrës universitare Nën Tereza, Spitalit të Djegjes, ku ndihma e parë ka qenë shumë ekselente, profesionale dhe ekipi i Ministrisë së Shëndetësisë helikopterëve kanë ardhur më njëherë. Pra janë transportuar, gjendja e pacientëve është koshente, nuk ka viktima. Pritet edhe 2 pacientë të tjerë që po trajtohen pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës me shkallë më të ulët të djegjes dhe po mendohet ekipi mjekësor po bën vlerësimin klinik që mbas këtyre 2 pacientët ti mbajmë pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës, pranë repartit të kirurgjisë. Pranë qendrës Velipoj nuk ka pasur persona të tjerë, këto kemi të dhëna vetëm për 4 pacienta që janë drejtuar pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës. Për prefektin Paulin Radovani, situata u menaxhua në mënyrën më të mirë të mundshme. Presom që njerëzit me bë më mirë edhe më shpëtu. Pra nuk flasëm për ngjarjen ka ona si ka ndodhur dhe një diskutim dytë mas takimit me ju duhet më marrë me këtë problem. Nga informacioni që kam edhe zjarr fikset, kanë më rritë në kohën e duhur. Pra defekti atë siguria të bombët, kurse sinxhiri për trajtimin e ngjarjes, për ndihmën e njerëzve ka funksionuar në kushte normale. Edhe janë përgjigjë me shpejtësi, unë falenderoj me këtë rast, veçanërisht drejtorin e spitalit. Prefekti Radovani kërkoi të zbardhen rrethanat e ngjarjes që shkaktoi 4 të plagosur në Velipoj. Unë do të me zjarr përgjegjësinë e tyre bashkë me prefektit, por nuk ka prefektura direkt më shku me specialistët të saj, jam ik muhabetit me kontrollu as bombrat, as ku lehen bombrat, a lehen po dërma ku lehen. Rreth 2 orë pas rënjes së zjarrit në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës, mbërriti edhe infermierja Vjolca Voci, e cila është asfiksuar gjatë ndërhyrjes për shpëtimin e të lënduarve në Velipoj. Burime pranë spitalit bëjnë me dije se gjendja e infermieres është e normalizuar, po ashtu edhe 19 vjeçaria Saida Spahia po mbahet në monitorimin e mjekëve. 2 të plagosurit e tjerë që u dërguan drejt Tiranës janë aktualisht në gjendje kritike për jetën.